Republika Arabe e Sirisë ka njohur zyrtarisht Republikën e Kosovës. Lajmin e ka bërë të ditur presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përmes një njoftimi publik, duke cilësuar këtë si një akt historik që pasqyron sakrificën dhe qëndrueshmërinë e popullit të Kosovës për liri dhe sovranitet. Me mbështetjen e lartësisë së tij mbretërore, princit të kurorës Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud, sot në Riyadh, arriti marrëveshjen përmes së cilës Republika Arabe e Sirisë njeh Republikën e Kosovës. Falenderoi presidentin Al-Shara për vendimin për njohje të Kosovës dhe për mbështetjen e tij për popullin ton, ka shkruar presidenti Osmani. Ajo ka theksuar se populli i Kosovës dhe ai i Sirisë kanë vuajtur e sakrifikuar shumë për të arritur lirinë, prandaj kjo njohje është edhe një simbol i respektit të ndërsjellët mes dy kombeve. Falenderoi princin e kurorës së Mbretërisë së Arabisë Saudite që e bëri të mundur këtë akt historik ndërmjet dy shteteve tona, ka shtuar Osmani. Me këtë vendim, Kosova njihet tashmë nga 120 shtete të botës. Republika jonë po ecën përpara dhe nuk ka asgjë që mund ta ndalë, ka përfunduar presidenti Osmani teksa ka dhënë këtë lajm të rëndësishëm. Republika Arabe e Sirisë ka njohur zyrtarisht Republikën e Kosovës. Lajmin e ka bërë të ditur presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përmes një njoftimi publik, duke cilësuar këtë si një akt historik që pasqyron sakrificën dhe qëndrueshmërinë e popullit të Kosovës për liri dhe sovranitet. Me mbështetjen e lartësisë së tij mbretërore, princit të kurorës Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud, sot në Riyadh, arriti marrëveshjen përmes së cilës Republika Arabe e Sirisë njeh Republikën e Kosovës. Falenderoi presidentin Al-Shara për vendimin për njohje të Kosovës dhe për mbështetjen e tij për popullin ton, ka shkruar presidenti Osmani. Ajo ka theksuar se populli i Kosovës dhe ai i Sirisë kanë vuajtur e sakrifikuar shumë për të arritur lirinë, prandaj kjo njohje është edhe një simbol i respektit të ndërsjellët mes dy kombeve. Falenderoi princin e kurorës së Mbretërisë së Arabisë Saudite që e bëri të mundur këtë akt historik ndërmjet dy shteteve tona, ka shtuar Osmani. Me këtë vendim, Kosova njihet tashmë nga 120 shtete të botës. Republika jonë po ecën përpara dhe nuk ka asgjë që mund ta ndalë, ka përfunduar presidenti Osmani teksa ka dhënë këtë lajm të rëndësishëm.